Bashkia e Gjirokastrës ju vjen në ndihmë familjeve në nevojë të cilat mbeten jashtë sistemit të pikëzimit për arsye të ndryshme, duke i mbështetur nëpërmjet fondit 6%. Sipas të dhënave për këtë vit, është shënuar një rritje e numrit të personave që përfitojnë nga kjo mbështetje. Numri i këtyre nuk është se ka ndryshuar shumë, është 6% dhe individët që përfitojnë arrin në fond total rreth 19.857 lekë. Ndërsa grupi i tretë që përfiton në dhënien e ndihmës ekonomike është një mbështetje e madhe nga fondet e bashkisë. Për sa i përket pjesës së parë, familje që kategorizohen nga sistemi i pikëzimit, për vitin 2026 ka një rritje prej 7%, në familjet individ që përfitojnë statusin e jetimit ka një rritje për 25%, duke krahasuar me vitin 2024-2025. Gjithsej, duke këtu përfshihen dhe familjet me kujdestari dhe dhuna në familje. Në vijim nga ky institucion synohet një përfshirje edhe me gjerë sociale për përmirësim të kushteve të jetesës në komunitet. Në krahasim me vjet, neve kemi bërë kërkesë dhe për rritjen e këtij fondi dhe bashkia për 2026 ka akorduar fondi limit 3 milion lekë dhe në krahasim me 2025 ka bërë një rritje prej 50%. Kjo është parë se disa familje mos mbeteshin jashtë, të cilat ishin në nevojë dhe bashkia është gjendur pranë dhe për sa i përket edhe familjeve është rritur me 16%, duke parashikuar për 2026 se sa familje mund të hyjnë, është akorduar ky fond. Kjo mbështetje vijon të jetë një ndër instrumentet kryesor të Bashkisë së Gjirokastrës për të ndihmuar familjet në vështirësi ekonomike dhe për t'u lehtësuar sadopak nevojat e tyre.